Spari në princip. Unë nuk besoj kur se protesta është rruga për të kundërvur gjykatës. Po ju vetë keni protestuar në gjykat për proceset që keni Ambrozia, e kam theksue. Edhe kur më kanë thënë, jo kam thënë. Asë një ditë, asë një herë, nuk kanë qenë protesta, konferenca shtypur. Mbështetësit tuaj kanë protestuar. Jo, nuk kam protestuar, ta them me Njoftimet në drejtim të antarëve të PD-s ka qenë për protesta. Kanë qenë, po unë nuk kam lejuar. Unë nuk kam pranuar. Nuk jam unë, shiko, gjykatat mund të marrin, kanë absurditet të tyre. Kanë, por është një lloj si të vesh një grup gazetarësh shkosh protestosh për atyre. Ato kanë një pavarësi. Dhe ajo pavarësi nuk është merit e pushteteve tjera, shkoj t'jau t'i sulmojnë. Kjo është, përndryshe ti s'do kesh gjykat. Përndryshe s'do kesh media. Nuk jam në këtë linjë. Unë jam të respektohet, pavarësisht se çfarë bëj. E para, e dyta, Edi Rama i dëmton shumë ata, se është një personalitet i damkosur tani. E keni marrë vesh domethënë apo jo. I damkosur kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht.